Besoj që profesor Nuria do ta bëj shumë të këndshëm dhe shumë të bukur të gjithë bisedën që do të ndiqni sot. Edhe një herë faleminderit dhe mirë se keni ardhur. Unë jam Beti Njuma, jam gazetare dhe do të moderoj këtë takim me profesor Ermal Nuren për të folur për dokumentet arkivore osmane dhe rëndësinë që ato kanë për dokumentimin e demografisë në Shqipërinë e asaj periudhe përgjatë 5 apo 6 shekujve. Kjo është edhe baza studimore, fokusi i studimit dhe i punës gjatë, do thoja gati 20 sa vjeçare, 30 vjeçare të profesorit. Profesor Nuria ka punuar në Arkivin Qendror të Shtetit Shqiptar, ku është marrë gjatë me arkivat dhe dokumentet arkivore osmane. Ai është një nga osmanologët e njohur, por edhe të pakt që kemi në Shqipëri dhe është fat që e kemi, pavarësisht se ai sot të paktën prej 10 vitesh jeton, punon dhe kryen aktivitetin e tij studimor në Stamboll, megjithatë fokusi i tij vazhdon të mbetet arkivi osman. Një arkiv që është, do të thoja, jetik, jashtëzakonisht i rëndësishëm për të kuptuar funksionimin e teritorit ton, edhe të demografisë ton, të popullsisë, të mënyrës se si është zhvilluar, të lëvizjeve që kanë ndodhur gjatë atyre viteve në atë territor që ne sot e njohim si Shqipëria. Dhe natyrisht këto dokumente arkivore osmane janë thelbësore të dorës së parë për të kuptuar jo vetëm historinë e Shqipërisë, por edhe të vetë perandorisë osmane, të lindjes së mesme dhe në përgjithësi të krejt Ballkanit perëndimor. Profesor Nuria, faleminderit që na i bashkuar në Toronto për të folur për këto dokumente arkivore osmane. Natyrisht është shumë e rëndësishme përmbajtja e tyre, por një rëndësi etike ka edhe metodologjia me të cilën lexohen. Dhe tani më është pjesë e punës tuaj të përditshme, leximi dhe qëmtimi i gjithçkaje ka lidhje me historinë e Shqipërisë. Së pari do doja diçka lidhur me rëndësinë që këto dokumente kanë për të kuptuar se çfarë ka ndodhur përgjatë 6 shekujve të sundimit osman, 5 apo 6 shekujve. Faleminderit Beti. Së pari më lejoni që të falenderoj Azdan, e falës së cilës kemi dhe mundësinë që të bashkohemi në këtë organizim. Me falenderim të veçantë edhe për të pranishmit, cilët kanë marrë nga koha e tyre për të ndarë bashkë me ne. Unë do doja që të ndalesha shkurtimisht tek arkivat osmane fillimisht, përderisa flasim për arkivat osmane dhe historinë shqiptare lidhje me to, e rëndësishme ka fakti se ku ndodhen këto dokumentacione. Ktu është arkivi i vjetër osman dhe në vitin 2013 kush ka shkuar në Stamboll që të bëj kërkime hulumtime në arkivin shtetëror osman të Stambollit, kjo ka qenë ndërtesa e vjetër. Po duke filluar nga viti 2013 është bërë një investim më i madh. Dhe ky është arkivi i ri osman në Stamboll. Këtu ruhet pjesa më e madhe e dokumentave të arkivave osmane, është arkivi qendror, që pas reformave të mëdha të Tanzimatit në vitin 1832 Perandoria osmane filloi të ketë një organizim të dokumentacioneve arkivore, madje krijuar me një ambient të veçantë në vitin 1846 për të ruajtur pikërisht këto dokumenta. Më pas i kaluan gjatë periudhës së Republikës nëpër ambiente të ndryshme dhe ky është ndër personat e parë i cili është marrë me punën arkivore në Arkivin Qendror, Ali Emiri. Mes tjerash është i njohur sepse ka jetuar vitet 1857-1924. Si punë ishte inspektori i financës. Duke qenë inspektori i financës, shkonte në vende të ndryshme, në vilajeteve, dhe kudo që shkonte ky ishte edhe bibliofil. Hulumtonte ku ka dorëshkrime, ku ka burime të ndryshme dhe krijoi një bibliotek prej 16.000 vëllimesh, cilat pasja dhuroi shtetit dhe bibliotekat i personale për atë arsye quhet dhe biblioteka që është popullore në atë kohë. Ka qenë sekretari Abedin Dinos, është një figurë e njohur për historinë shqiptare, sepse ka qenë shqiptar një periudhë kohë, ka qenë dhe ministër i jashtëm.
Ali Emiri ka qenë sekretari i tij. Domethënë ka shkuar deri para se që të bëj inspektor i rëndësishëm. Ky është Abedin Dino i vjetër, ky është nipi i tij, i cili është i njohur si artist. Mes tjerësh, Ali Emiri, në lidhje me historinë e kulturës shqiptare, ka një vepër që quhet Poetët Shkodran, në cilët ka mbledhur informacione kudo që shkonte. Biles mendohet që ka edhe një vepër tjetër që quhet Poetët e Janinës, vilajetit Janinës, po akoma nuk është gjetur. Vazhdojnë hulumtime që të mund ta gjejmë pas punës që bëri Ali Emiri me arkivin e Stambollit, ku dokumentat ai organizonte sipas modelit së sultanëve, sipas sundimit të sultanëve. Figura e dytë e rëndësishme për historinë e dokumentacionit është Mualim Xhevdeti, dhe ky ka bërë një punë të madhe me arkivat e Stambollit. Po ky organizonte dokumentat sipas tematikës, domethënë dokumenta për ekonominë, dokumenta për politikën e jashtme, politikën e brendshme. Një figurë e tretë e njohur ka qenë Kamil Kepexhi, i cili është marrë në përgjithësi me regjistra, qose dy punonësit e mëparshëm të arkivit Stambollit kanë punuar me dokumenta, ky ka punuar me regjistra dhe gjatë punës së tij ka arritur të identifikojë dhe të bëjë sistemin e afërsisht 18.000 regjistrave të ndryshëm. Derisa pastaj në vitin 1936, qeveria turke fton këtë personazh që është Lajos Fekete, në Evropën juglindore studiusit më të mirë me studimet osmane janë hungarezët. Ata kanë hedhur bazat e studimeve të osmanistikës, madje edhe Akademia e Vjenës pranon që revistën e studimeve turke, osmane, ta bëjnë bashkëpunim me Budapestin. Edhe këta janë akademia tyre vetëm me Evropën pranon. Të punoj për shtetet e Ballkanit e kanë një çak, këtë këshillarin që ka nga perandoria austriake, nuk pranojnë bëjnë as për momentin marrëveshje. Ky është figura e rëndësishme për arkivin e Stambollit, sepse ky është i pari që ka bërë punën për të nxjerrë në pa dokumenta dhe për të krijuar një sistem më të zhvilluar për sa i përket përpunimit të dokumentave të arkivit të Stambollit. Gjëja e parë që kërkoi ishte që dokumentat të ndahen në dokumenta dhe në regjistra. Për çdo fond, fjala vjen gjatë periudhës që kam punuar në drejtorinë e përgjithshme të arkiveve në Shqipëri, ne kemi modelin e kronologjik të viteve. Domethënë, a është dokument apo a është regjistër, s'ka rëndësi viti. Tash kjo është mesa kjo që ka bërë, kuptohet ata kishin një volum të madh dokumentash, për atë arsye edhe kërkoi që të bëhet një gjë e tillë. Në arkivin e Stambollit, që është arkivi qendror, janë të ruajtura afërsisht 95 milion dokumente. Deri vonë, katalogët bënin fjalë për 100 milion, po puna e fundit që është bërë, vërteton deri tek 95 milion dokumente dhe afërsisht 400.000 regjistra, të cilët janë vetëm originalet, sepse arkivi i Stambollit është duke bërë një punë drejtoria e tyre edhe për marrjen e kopjeve digjitale të cilat ndodhen në arkiva të tjerë. Bashkëpunim bashkë me Acdan, po lexoj, besoj jam në rregull. Kemi bërë një punë gati 10 vjeçare për të evidentuar në nivelin e parë dokumentet të cilat kanë të bëjnë me historinë e Shqipërisë, po nga që hapësira shqiptare janë hapësirë shumë e madhe, edhe për të bërë një punë në lidhje me to ka nevojë për burime njerëzore financiare më të mëdha. Ne fillimisht jemi fokusuar vetëm në pjesën e Republikës Shqipërisë, domethënë vetëm dokumentacione për qytetet dhe zona që ndodhen brenda kufive të Republikës së Shqipërisë, edhe për faktin që sot tashmë Kosova, Maqedonia e Veriut, aty shqiptarët kanë pesh në politikat brenda qeverive, kanë institucione të rëndësishme, poste të rëndësishme dhe mund t'i ndjekin vetë çështjet e kulturës. Ky është projekti DSH, dokumente për Shqipërinë dhe shqiptarët, që kemi bërë në bashkëpunim me Acdan, pikërisht për të nxjerrë në pa në nivelin e parë dokumentet që kanë të bëjnë me historinë e Shqipërisë. Domethënë, në sistemin e katalogut që ndodhet aty në arkivin e
Stambollit, çfarë ka dokumenta që mund të gjenë me një kërkim të thjeshtë bazik, duke bazuar tek emrat e qyteteve ose të personazheve, ato ne i kemi nxjerr dhe i kemi hedhë në sistemin e DSH, do me thonë kush ka dëshirë të di se çfarë ka në arkivin e Stambollit, nga i kërkim bazë, mund të hyjnë në këtë faqe, mund të klikojnë, është falas, mund të hyjnë gjithkush, të bëjnë aplikim edhe të kërkojnë çfarë ndodhet në sistemin e arkivit të Stambollit në Turqi. Përveç saj, deri më tani kemi bërë punë dhe kemi identifikuar afërsisht 130.000 dokumente dhe afërsisht 1.500 regjistra që kanë të bëjnë pikërisht me këtë hapësirën e gjithmonë Republikës së Shqipërisë. Do të thënë kur do t'i referohen burimeve shqiptare, parasysh ta kemi që e kanë fjalën pikërisht për dokumentat e Republikës së Shqipërisë. Në kërkimet të mëtejshme, pastaj mund gjenden dokumenta të tjera, për shembull ka shumë regjistra, të cilat janë të regjistruar në sistem sipas modelit, fjala vjen dokumente ekonomike për Rumelin. Aty pastaj duhet që të kërkohet gjithë regjistri në mënyrë që të gjenden dokumenta. Domethënë, shifrat janë të pakta, po janë në kërkimin e parë që kemi për momentin. Me kalimin e kohës, me hulumtime, studime të tjera që do të bëhet, do të kemi mundësinë që të nxjerrim edhe më shumë të dhëna në sistem. Plus, është dhe kjo tjetra që arkivi Stambollit, nga 95 milion dokumente që ka, vetëm 60% e tyre janë të përpunuar edhe nga regjistrat, edhe ata vazhdojnë akoma për ditë dhe bëjmë përpunim të materialeve. Prandaj edhe ne po presim që ata të bëjmë përpunimi që pastaj të mund t'i shqipërojmë dhe t'i hedhim që ta pasurojmë edhe më shumë këtë faqen e DSH-s. Kjo është menduar jo vetëm për periudhën e Perandorisë Osmane si faqe kur është krijuar, është menduar edhe për dokumentacione që mund të ndodhen në gjuhë të tjera, në latinisht, në greqisht, po deri tani sa kam vënë re, vetëm me dokumentacione që janë periudhës Osmane është avancuar në këtë drejtim. Si rezultati i këtij projekti të DSH-s, bashkëpunim me ASDA dhe me bashkitë e ndryshme, 2 bashkim sakt. Për momentin në Shqipëri kemi përgatitur dhe 2 katalog, katalogun e Elbasanit dhe katalogun e Korçës, ku ndodhen të gjitha dokumentat që ndodhen në këtë projekt, por që kanë të bëjnë vetëm me Elbasanin dhe me Korçën, dhe katalogu i Vlorës, të cilin e kemi është botuar në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave në Shqipëri. Përveç arkivit Osman që ndodhet në Stamboll, ka dhe arkiva tjerë, do të thënë arkivi i Stambollit po bën punë që të marrë pamje nga arkivat e tjerë brenda Turqisë, edhe jashtë Turqisë, edhe t'i hedhë në sistem, në mënyrë që t'ia jap studiusve më të njohurat për këtyre. Ja, këto janë katalogët Elbasanit, megjithëse teknikisht është jo shumë e madhe si foto, po besoj dallohet. Kjo është për Korçën. Okej. Okej, bukur. Kjo është Korça. Kjo është një botim që ka të bëj tabelat arsimore, dhe këtë kemi botuar në bashkëpunim me ASDA-n, tabelat arsimore të shkollave publike, fillore dhe të mesme në Shqipëri, për periudhën 1890-1910. Këtu janë, se thua është tabela që kemi gjetur në arkiv, ku janë me emra, se ka dhe tabela statistikore, për që tregojnë vetëm shifra. Ato nuk tregojnë emra, ne kemi botuar ato që ka emra të studentëve në mënyrë që pasardhësit e tyre të gjejnë diplomat të parëve të tyre. Ideja kur u bë katalogu ishte që dikush që është interesuar, pastaj gjej informacione në katalog, për shembull me gazetaren Rezarta Deli Sula kemi pasur një bashkëpunim. Më saktë ajo ishte interesuar, do të thënë ishte, se thua, zbatimi i parë i idesë tonë që ishte për të krijuar projektin DSH, biles ajo në fillim fare më tha dua që të shkoj në Stamboll edhe
gjej dokumenta për Tiranën që më duken interesante. Unë i thash, nëse do në më shku për qef në rregull, nëse do në arkivin ju e kemi sjell më afër, kuptohet, aq sa kemi mundësi, edhe ajo ka përzgjedhur dokumenta që janë dukur më interesante dhe ka përgatitur të botim. Shkurtimisht mund të flas edhe për arkivat. Po, përpara se të kalojmë tek arkivat e tjera dhe që kanë lidhje drejt për drejt me Shqipërinë, profesor, dua të di edhe për dëgjuesit tanë, këto dokumente, nga 95 milion dokumente në arkivin e Stambollit, pjesa më e madhe ose pjesa dërmuese e tyre kanë lidhje me dokumente gjyqësore, financiare, civile, regjistrime popullsisë, dokumente tatimore. Çfarë lloj dokumentacioni ka ofruar ose përmban gjithë arkivi i Stambollit, i cili nuk ndodhet, arkivi i Osman, i cili nuk ndodhet vetëm në Stamboll dhe në Ankara, në dy qytetet kryesore të Turqisë, por në fakt është i shpërndar edhe në vende të tjera të Europës, veçanërisht në Hungari, siç thatë ju, në Austri, ka në Francë, ka në Greqi, një pjesë shumë e vogël ndodhet edhe në Shqipëri, meqense Perandoria Osmane ka vepruar. Që me lejen tuaj, nëse më lejoni, nga studimet ulumtime që janë bërë në Ballkan, mas Bullgarisë, ne mund krenohemi që kemi një ndër arkivat më të pasur. Për shembull, edhe fondi i Bullgarisë, kjo është fotoja kur në vitet 30, Ministria e Financave, që ishte në Stamboll, dokumentacionet ashtë ata ishin financiare, ekonomistan, që nga duan të t'je majmë kot, edhe ja shqitën Bullgarisë, afërsisht 1 milion dokumenta. I kanë shqitur, kjo është dhe fotoja që treguan, nxorën në gazetat e asaj kohe për të thënë që shiko, ja ku janë dokumenta që po i dërgojmë për në Bullgari, dhe atëherë shteti turk u mobilizua, tha çajni duke bërë, ndërkohë treni ishte nisur, ama ata u interesuan që këto dokumenta të mos azjesoshin dhe sot ruhen në bibliotekën e Bullgarisë. Domethënë, fal këtij vendimit të Ministrisë së Financave, sot Bullgaria ka fondin me numër më të madh ku ka dokumenta edhe për Shqipërinë. Për aty. Pastaj vjen arkivi që është arkivi shqiptar, i cili është më i pasuri me dokumentacione në krahasim me arkivat e tjerë. Ja, kjo është faqja zyrtare edhe arkivit që është shqiptar. Në Shqipëri ne kemi një numër të madh dokumentash, ata që kanë punuar në arkivin shqiptar që falë cilve kemi dhe një pjesë dokumentave, katalogëve më të mirë që janë, është Haki Sharofi, mori Gjindi Bran, ka qenë Haki Sharofi. Ky është në persona që ka qenë punojës i brendshëm i arkivit dhe ka mbledhur shumë, ka bërë punë të madhe, është Jonus Tafilaj. Prej tij nuk kam gjetur foto për Jonus Tafilajn, po edhe ai ka qenë punojës i cili ka punuar së shumti. Është një personazh për cilin nuk kam gjetur dot foto drejt për drejt, por me shpinë është personi ku po celebrohet dasma e mbretit Zog, me Gjeraldine, ky personi që është përballë tyre që po lexon ligjin, ky është Andrea Sacci. Ky ka qenë studiusi i tretë brenda arkivit, i cili ka bërë punë për sa i përket dokumentave që ne kemi aty. Është dhe Vexhi Buara, që është figurë e njohur, por ky ka qenë punonjës i jashtëm i arkivit ton të Shqipërisë, kurse këta të tjerët kanë qenë punonjës të brendshëm. Deri në vitet 90 arkivi nuk ka qenë e lehtë që të punohet me dokumentat, domethënë të hyjet në arkiv, kështu që këta në një farë mënyrë kanë punuar më kollaj, domethënë janë futur në zyrë aty edhe kanë plotësuar normën, biles kanë bërë dhe përkthime të dokumenteve nga fillimi deri në fund, jo thjesht sqarime të tyre. Një pjesë dokumentave fal tyre i kemi dhe të shqipëruara, ose totalisht ose pjesërisht, pjesën historike. Derisa Jonus Tafilaj ka qenë shkodran, ka mande fletoren e punës, edhe mes tjerash ka një shënim, ku thot, sot shefim ka bërtitur,
më ka thënë që jetu kalu kohën kot, do me thënë këto dokumenta që po përkthen janë dokumenta që s'janë për historinë shqiptare, do me thënë s'kan lidhje me luftën, s'po të regoj në një gjë që në luftë madhe në to, janë vetëm ekonomike, janë juridike në përgjithësi, edhe bjeri për shkurt dhe unë pa t'jebi për shkurt ka bërë shënime dhe prej asaj koha i man vetëm shënime, për shumë thotë, ky regjistër ka kaq dokumente, shkurtimisht, statistikore, por nuk jepe më informacione. E veçanta e dokumentave osmane është se ato pjesa më e madhe janë të natyrës financiare. Domethënë kur janë krijuar, nuk janë krijuar për arsye të përshkruarjes së historisë, janë krijuar që shteti donte të mante llogarit të kishte në rregull. Dhe shumë prej dokumentave të cilat ne sot i përdorim si burime të rëndësishme për të zballur momente të rëndësishme të historisë perandorisë osmane, po flasim për historinë e Shqipërisë. Në këtë rast, në të vërtet janë krijuar nga administrata financiare thjesht për të bërë pagesat, shpërblimet që janë dhënë. Sot ato ne i përdorim sepse kanë vlerë për historinë e popullit shqiptar. E në farë mënyrë këto japin edhe më siguri, sepse te leku nuk luhet shumë, domethënë, në kuptimin nuk mund të luajnë shumë tek llogarit e shtetit, pak mund të luhet, por jo shumë, edhe në atë kohë paraja nuk ka qenë të kollaj që gjejë shteti, domethënë. Për atë arsye dhe këto dokumentacione që janë natyrës financiare, në fund fare kur t'i përpunojmë, ato do të na ndihmojnë që ta zbardhim historinë e Shqipërisë, të mundohemi, domethënë, të jemi më afër realitetit të ngjarjeve. Do doja thjesht të tregoja këto që janë llojet e shkrimeve. Këto janë shkrimet bazë. Osmanishtja është një bashkim i 3 gjuhëve. Ka turqisht, ka shumë arabisht, ka dhe persisht. Logjikën e ka si gjuhë me persishten, do në sintaksën si gjuhë osmane, por në qoftë dokumenti ka të bëjë me çështjet juridike, ka shumë fjalë që janë arabe. Në qoftë ka të bëjë me letërsin, ka shumë fjalë perse. Këto janë shkrimet bazë që ne janë për bazë. Më të përdorat është kjo këtu që po të regoj, kjo është divani. Me këtë janë shkruar fermanet e sultanëve, më të shumti. Kjo është për kaligrafi, nuk është e përdorur shumë. Pastaj kemi këtë shkrimin këtu, kjo është i shekullit të 19, që është më i njohuri, kjo është rikaja. Si shkrim, pjesa më e madhe e dokumenteve ndodhen pikërisht në këtë gjuhë të shkruar. Është dhe ky shkrimi këtu, ky është në shkrimet më të vështira të kaligrafisë osmane. Mundohem pak. Kjo është siakati. Ky është shkrimi që përdoret për regjistrat e financës osmane. Për shembull, kjo është shkrimi që është këtu, ka të bëjë me doganën e Vlorës. Në vitin 1470-1471, sepse dogana në 3 vjet i jepeshin për llogari, dhe janë personat të cilët janë përgjegjësit e doganës. Njëri është Jusuf Abdullahu, njëri është Stefan Zguraj, edhe një tjetër është Sfranci Thomaj. Pra kemi 3 personat të cilat merren me doganat e Vlorës. Kjo është në shkrimet më të vështira të osmanishtes, sepse këtu të gjitha rregullat pastaj largohen në krahasim me shkrimet e tjera. Më lejoni shkurtimisht them edhe për sa i përket dokumentave që ndodhen në arkivin ton të Shqipërisë. Aty ka afërsisht 350.000 dokumente. Puna me dokumentat osmane në arkivin e Shqipërisë ende nuk ka përfunduar, në kuptimin që ato kanë nevojë për një përpunim më të madh të dokumentacionit, sepse kushtet kur janë ruajtur në fillim fare, kuptohet. Kur krijua arkivi i shtetit shqiptar, ishte një arkiv i mbyllur, nuk ishte kollaj që të punohen në të, dhe me atë logjik vazhdoi deri në vitet 90. Edhe shumë dokumentat, për shembull, ishin të tilla. Prandaj kur i themi që gjëja më e mirë do ishte që arkivi të mbyllet një 5 vjet, edhe të përpunohet, duket tingëllon një çik kështu si konspirative, domethënë më mbylli dhe arkivin, ama përvoja me punën e arkivit më ka treguar që
në këto kushte që janë arkivat, jo vetëm arkive, dhe arkivi Stambollit, do më thënë ka shumë dokumenta që gjehen thjesht, me fat. Nuk është e qartë se çfarë po kërkohet, vetëm kur del diçka një dokument që është i rëndësishëm. Po, mas 5 vjetësh, po të përpunohet si duhet arkivi, është më lehtë që të gjehen dokumentat, edhe aksesi edhe zbulimi i dokumentave të rëndësishëm, ndërsa në këto kushte, kur dokumentacioni i arkivit nuk është shumë mirë i përpunuar, njeriu vetëm e gënjen pak veten, kujton se do jetë me fat, do gjejë një dokument dhe në fund fare e kupton që më shumë humbet kohë duke kërkuar atë që është interesuar, ndërkohë që në atë kohë që pret, në fund fare do ketë mundësi që të gjejë edhe më shumë dokumenta. Pjesa më e madhe e dokumentave që ndodhen në arkivin e shtetit shqiptar janë dokumenta të zonës e Elbasanit. Domethënë nga 350.000 dokumenta që ka arkivi i shtetit shqiptar, diku te gjithmonë këto shifrat do i marrim kështu si referim, shifra referimi, plus minus, diku te 200.000 dokumenta kanë të bëjnë me Elbasanin, është zona që është më e ruajtur për sa i përket dokumentave. Ju përmendni Elbasanin, po ndërkohë historia e dokumenteve osmane ka lidhje në përgjithësi me vilajetet shqiptare të asaj periudhe, pra të Shkodrës, të Kosovës, të Manastirit. Po më së shumti Elbasani ka ruajtur me sa duket edhe ideja ka qenë që edhe shtetet e prodhimit dokumenteve. Dokumentacioni janë ruajtur nga të gjithë, domethënë është krijuar një sasi e madhe dokumenti. Çështja se sa dokumenta na kanë mbritur deri në ditët e sotme. Dhe nga dokumentat që na kanë mbritur deri në ditët e sotme, pjesa më e madhe e dokumentacioneve i përket zonës së Elbasanit. Ka disa faktorë që kanë ndikuar, njëra prej tyre besoj është edhe ideja që shtetet ballkanike në fund fare nuk donin që të kishte një Shqipëri të pavarur, po kur e panë që nëse do të realizonin këtë, donin një Shqipëri më të vogël. E pranonin edhe shtetet e tjera që ishin ballkanike, Greqia edhe Serbia, dhe nuk është se kishin ide të qarta për dokumentat në kuptimin që donin t'i azjesonin. Nëse do krijoj Elbasani mes tjerësh do të ishte brenda kufive të këtij shteti të vogël shqiptar, besoj se kjo ka ndikuar, sepse e njëjta politik duket që kanë ndjekur edhe në hapësirat që ata i kanë pasur në kontrollin e tyre. Fjala vjen, Greqia sot nuk ka gati asnjë dokument të periudhës së perandorisë osmane, duket që i kanë azgjësuar, ka pas një politikë të caktuar të azgjësimit. Njëtën që kanë bërë dhe në Durrës, kur kanë hyrë serbët, dëshmitarët e kohës flasin që ata kanë djegur gjitha dokumenta që ndodheshin në Sanxhaku, se Durrësi ishte qendër Sanxhaku, i kanë djegur të gjitha dokumentat, qëllimisht, edhe në veri, në Shkodër për këtë arsye dhe pjesa më e madhe dokumentave që na kanë mbritur sot për sot janë për zonën e Elbasanit. Por nuk është vetëm Elbasani, nëse shkurtimisht më lejoni vetë t'i përmendi, ka të dhëna edhe për zonat të tjera. Fjala vjen Sanxhaku i Beratit, Durrësit, Tirana, Kavaja, Shijaku, kanë dokumentat kohës së perandorisë osmane që ndodhen në arkivin e përgjithshëm në Tiranë, Peqini ka, Gramshi, Korça, vilajeti i Shkodrës ka, po si qendër vilajeti që ishte, ka një numër të vogël, duhet të kishte më shumë. Tash perandoria osmane ka pasin që të mirë se bënë 3 kopje regjistrash. Fjala vjen nëse qeveritë e mëparshme të fillimit të shtetit grek i azgjësuan dokumentet ose dëshironin t'i zhduknin, kjo tregon edhe që për pretendimet e tyre këto dokumenta përbënin probleme, që ka lidhje edhe me temën tonë për historinë e demografisë shqiptarëve në perandorinë osmane, sepse ata e kishin idenë e qartë që duheshin azgjësuar këto dokumenta në mënyrë që ata pastaj të ngrinin pretendimet e tyre territoriale ndaj Shqipërisë. Profesor, përpara se të nisim të flasim për historinë demografike të territoreve shqiptare të asaj kohe, doja të dija në këto dokumente osmane, nga hulumtimet që janë bërë, a mund të gjejmë të dhëna për mënyrën se si u islamizua popullsia shqiptare nga e krishterë ushtruar muslimane? Një ndër veçoritë që kishte në perandorinë osmane ishte taksa e xhizjes ose haraçi, që quhet në dokumentet historike edhe në studime.
Për komunitetet jo muslimane, shqiptare, në rastin tonë për flasim për shqiptarët, pagesa e gjizjes nga aspekti historik sot është kthyer, domethënë një burim të rëndësishëm historik. Sepse gjizja ishte një taks e cila pagohej çdo vit dhe i shkonte drejt për drejt sultanit. Domethënë, si sasi pagese nuk ishte e lartë, po meqense popullsia jo muslimane në Ballkan ishte e madhe, atëherë kishte fitim. Si janë edhe këto produktet që la vjen. Po themi, biznesi miellit është i mirë sepse gjithë njerëzit në fund fare do konsumojnë, pa edhe i varfri do konsumojnë bukur, për atë arsye ka fitim të vogël, po meqense është përdorimi masiv, ajo ka të ardhurat mëdha. Edhe gjizja për sultanin ishte e tillë. Gjizja në vetvete nuk ka qenë shumë vlerë e lartë kur e krahasoj me dhënat e tjera financiare, po meqense ishte e përhapur në gjithë Ballkanin, në mënyrë të veçantë sheku që 15-16, se pastaj mas shekullit 17 fillon procesi i muslimanizimit në gjithë Ballkanin. Nga ai aspekt, taksa e gjizjes në të ardhmen, sepse studimet osmane janë ende në nivel, ne po vendosim vetëm idenë e përgjithshme. Janë këto materiale të cilat duhet të përpunohen, janë shumë, janë të natyrës financiare, duke qenë se janë të natyrës financiare nuk është edhe shumë kollaj që të përpunohen, të mblidhen edhe të studiohen. Kështu që në të ardhmen taksa e gjizjes do na ndihmojë që të kuptojmë se çfarë ka ndodhur me komunitetet jo muslimane në Ballkan, po nga ana tjetër edhe pasqyrimin e saj pastaj te pjesa tjetër që janë bërë musliman. Domethënë, nuk e dia jam i qartë. Taksa e gjizjes ishte vetëm taks që njoftohej qendra, i shkonte sultanit. Dhe në Stamboll ne kemi regjistrat e financës. Për çdo vit ata i mbledhin të dhënat. I mbledhin të dhënat edhe financiarisht, sa lek kemi mbledhur, her mas here i mbledhin të dhënat edhe sa persona janë. Kështu që për çdo vit informohej qendra në lidhje me taksën dhe kjo neve do na ndihmojë që të kuptojmë zhvillimin e këtij komuniteti. Po edhe të komunitetit tjetër musliman, të cilët pasi e linin taksën e gjizjes, kuptohet, e kuptojmë ato diferencat që janë në financat e perandorisë osmane, tregojnë dhe nivelin e muslimanizimit në hapësirën ballkanike. Atëherë, sa i takon lëvizjeve demografike apo studimeve demografike, kur flasim për census popullsie, natyrisht që censusi i atëhershëm nuk ka karakterin modern të censusit që ka sot, por është bërë nëpërmjet atyre që ju thatë pak më parë. Kur është bërë regjistrimi i parë jo modern i popullsisë në këto treva shqiptare nga autoritetet osmane dhe me çfarë ka lidhje? Faleminderit për pyetjen. Periudha e perandorisë osmane ka dy ndarje të mëdha. Është periudha klasike, që fillon me daljen në skenë të perandorisë osmane, që në vitin 1299, dhe vazhdon deri në vitet 1832, 39 shpallët Tanzimati, por reformat fillojnë më përpara që të zbatohen. Pastaj prej 1839, po marrim si pikë referimi shpalljen e fermanit Tanzimatit, dhe deri në vitin 1912 për historinë e Shqipërisë, ndërsa për historinë e perandorisë osmane deri në vitin 1922, sepse atëherë merr fund perandoria osmane edhe në Turqi, kemi të bëjmë atë që quhet periudha moderne e shtetit osman. Njëherë do të ndalemi tek periudha klasike. Gjatë periudhës klasike, regjistrimet censuset në bazë të tyre nuk ishin për interes se numrin e popullsisë së pares. Interesimi i parë ishte financa. Dhe për këtë arsye është një padrejtësi që historiografia moderne, historianët modern i bëjnë burimeve të asaj kohe, sepse presin të dhëna për cilat vetë dokumenti nuk është hartuar. Regjistrimi më i vjetër që ka mbërritur deri në ditët e sotme i përket vitit 1422, përfshin një zonë që është midis Kosturit edhe Kolonjës, janë disa fshatra të Kolonjës, por në atë kohë bënin dy regjistrime. Njëri ishte regjistrimi i detajuar, i cili ka rëndësi për
hulumtimet tona që janë hulumtimet të natyrës demografike, kurse dokumentat e tjera, regjistrimi tjetër ishte i përmbledhur. Nga regjistrimet e përmbledhura më i vjetri është 1431, që është i jugut të Shqipërisë, defteri Arvanit dhe regjistri i Korçës, po ky është i përmbledhur, aty dhënat janë thjesht përmbledhura, ky fshat ka kaq, ky është Timarliu edhe tjera. Për historinë e demografisë për ne ka rëndësi regjistrat që janë të detajuar. Ky është një sekond, se ne shkencave sociale duhet investojmë pak edhe në teknologjinë përdorimin e saj. Për shembull, ky është regjistri më i vjetër i 1422-shit, i cili është zona Kolonjës, për shembull, aty në fillim fare shkruan vilajeti Kolonjë, fshati poshtë është fshati Starje, edhe vazhdon emrat e personave. Në këtë periudhë regjistrimet bëhen vetëm me emër. Është interesante, në fillim fare me sa duket numri i banorëve është i vogël, edhe osmanët i regjistrojnë vetëm emra. Këtu janë gjithë vetëm emra personash. Jano, Miho, Kosta, e tjerë. Pastaj më vonë... Po, Timarniu këtu, një sekond veç më lejoni që ta hapse. Lalta, biri i Togan Ahrianit. Lalta, biri i Toganit. Në fillim fare, në vitet 1422 edhe në dokumentat e 1431 kemi një prurje të madhe të ushtrisë nga Anadoli. Pastaj ndodh një gjë tjetër që ata e largohen dhe fillojnë edhe të zëvendësohen. Zaten regjistrimi më i madh që s'ka mbritur deri në ditët e sotme, edhe i Shqipërisë, është regjistrimi i kohës Sultan Mehmetit të parë. Në këto vite, 417-421. Pastaj ky është regjistër tjetër. Ky është regjistrimi më i vjetër që kemi i detajuar për Shqipërinë, i vitit 1455. Ka mbritur deri në ditët e sotme, këtu është jugu i Shqipërisë. Ata i thojnë vilajeti i shqiptar në atë kohë, që përfshinte domethënë jugun e Shqipërisë, Vlora, Gjirokastra, Delvina, Përmeti. Kjo këtu për shembull që kam përzgjedhur është vilajeti i Kaninës, që fillon domethënë me subashin e Kaninës, që ishte Sinan Beu. Dhe këtu tani fillojnë dhe kemi dhëna edhe më të detajuara. Me Sultan Mehmetin e dytë kalohet nga emri, fillojnë që të përdoren pastaj edhe një detaj i dytë. Kush ishte ky detaj i dytë, duhet se s'bën ose të regjistronte atësin, ose në këtë periudhë lejohet që edhe të regjistrohen fjalavije në profesion. Dhe nuk është të thënë që personi thotë që jam, të themi, Josifi biri Dhimos për shembull. Lejohet që thotë edhe Josifi nga një fshat i caktuar. Lejohet që edhe Josifi të regjistroj profesionin që ka. Madje lejohet që po desha i të regjistrohet edhe sipas etnisë të tij. Kemi dokumenta ku personat janë regjistruar sipas etnisë, në mënyrë të veçantë në hapësirën greke, të Republikës Greke sot. Aty i diferencojnë në brenda komunitetit ortodoks, diferencojnë shqiptarët, diferencojnë i shënojnë, këta janë fshat shqiptarë, diferencojnë ata që janë fshat vlla, edhe ata që janë grek. Është një praktike veçantë që Perandoria Osmane e kanë zbatuar në atë zonë. Dhe në përgjithësi kjo ndodh aty ku kemi vazhdimin e perandorisë bizantine, të traditës ortodokse sipas ritit bizantin, ndërsa në pjesët e tjera të Shqipërisë, fjala vjen zona e Dibrës edhe Sipër, më sipër se ajo, Shqipëria mesme, aty kemi ndikimin e ortodoksisë o tradita slave. Këta për shembull nuk i shënojnë, këta më shumë i shënojnë me atësi. Nuk rinë që t'i shënojnë me këto të dhënat e tyre që janë nga koha e perandorisë bizantine. Pastaj kemi periudhën tjetër që është periudha që vjen mas vitit 1605. Periudha e ekspansionit të madh është prej, pa themi, nëse marrim si pikë referimi hapësirën tonë shqiptare 1389 deri 1605 është periudha e ekspansionit, domethënë që Perandoria Osmane është aq e fuqishme sa se thuar se përballon veten. Vetëm ec përpara dhe merr përpara hapësira pushton
zonat të ndryshme brenda Ballkanit. 1605 aty është fundi i ekspansionit të perandorisë osmane, aty perandoria osmane më në fund e kuptojmë që kaq është fuqia atyre dhe ata nuk kanë më politika. Vetëm qëndrojnë në vend numëro. Nga një aspekt në këtë periudhë kemi regjistra të tjerë. Regjistrat Tahrir ikin dhe fillojnë ky regjistri që quhet regjistri avarisë. Që do thotë fjalë për fjalë avarisë do me thënë taksa e gjendjes së jashtëzakonshme. Në fillim fare këto ishin taksa të cilat merreshin për luftë. Përstatën perandoria osmane çdo vit bënte nga i luftë. Dhe mas 1605 vendosin që ta kthejnë nga regjistrat e mëparshëm që u tregova, të kalojnë tek ky regjistri që është regjistri i cili fillon dhe zëvendëson. Këtu janë me emra. Personat, për shembull këtu kemi lagjet e Durrësit. Është regjistri i vitit 1700. Gjitha këto regjistra, ka dhe një gjë që këto regjistra pak nga pak po fillojnë që t'i hedhin kohët e fundit. Do me thënë, deri para disa kohësh të regjistra nuk e kishe, sepse edhe në sistemin e dokumentacioneve që ndodhet në arkivin e Stambollit, ata i përpunojnë dhe pastaj i hedhin në sistem regjistrat. Ky personazhi e kam dhënë si shembull sepse në këtë periudhë, nëse për komunitetin jo musliman kishim taksën e xhizjes, në rastin e komunitetit musliman kemi dokumentat e vakëfeve. Në mënyrë të veçantë mas 1605 fillon të rritet numri i popullsisë muslimane në Ballkan, sepse tashmë kuptohet që situata ka ndryshuar. Ka ardhur momenti që nëse deri 1605 kishin një shpresë, thoshte mund të na vinë ndihma nga jashtë, na ndihmojnë kundër perandorisë osmane. Pastaj mas vitit 1605 u bë e qartë, e kuptuan, domethënë edhe jo vetëm princërit edhe zotrit, po e kuptuan edhe fshatarët e tyre që tashmë ne jemi në një situatë që vetë perëndimi nuk është duke na ndihmuar ndaj perandorisë osmane. Prandaj kush kishte përtikur u largua, një pjesë e tyre kemi që largohen në Itali në përgjithësi, ata që ndodhen aty e kuptojnë që situata nuk do ndryshojë dhe fillojnë të përshtaten me rritet numri i muslimanëve në atë periudhë, edhe në shekujt në vazhdim, dhe po ta shikojmë nga pikpamja e një Ballkansit të vitit 1600, në farë mënyrë e parashikoi, sepse nga 1600 deri në 1912 i thënë 3 shekuj, në farë mënyrë e pa që për 3 shekuj këtu perandoria osmane, fuqia më e madhe e saj nuk do t'ikim prej këtu, dhe një pjesë e tyre u përshtatën dhe u bën musliman. Për muslimanët, atëherë rritet numri i veprave të bamirësisë. Dhe kemi një lloj dokumentacioni që quhen vakëf. Domethënë kur ju bënit një vepër bamirësie, për të duhet lidhnit edhe një të ardhur, sepse shpenzimet, fjala vjen të shkollës ose xhamis ose të urës duhet që t'i mbulonte pikërisht personin bamirës, dhe të parët që përfitonin prej atyre të ardhurave të bamirësisë ishin trashëgimtarët e pasusit, dhe nëpërmjet dokumentave të vakëfeve në mënyrë të veçantë, para se të fillojnë kjo që është regjistrimi modern në perandorinë osmane, që fillon bashkë me Tanzimatin në vitin 1832, dokumentat kryesore që ne përdorim në lidhje me çështjen e gjetjes të dhënave të gjenealogjisë, familjeve, janë pikërisht dokumentat e vakëfeve kur vjen fjala për komunitetin musliman. Për shembull, ky personazh këtu është një personazh interesant, ky është Feridun Dirim Tekin. Deri në vitet 30 ky kishte emrin Feridun Dugagjini. Ky është vazhduesi i familjes së Dugagjinëve, krahu që u muslimanizua, është ndër familjet e pakta që vazhdojnë ta ruajnë mbiemrin nëpërmjet themeluesit që ishte kryeministri në kohën e Sultan Selimit, Ahmet Bey Dugagjini. Dhe Ahmet Bey Dugagjini, nga që kishte lënë vepra të mëdha bamirësie, ata që do i vazhdonin të përdorin të përfitonin të parët, se këta përfitonin nga të ardhurat e financiare të vakëfeve, këta vazhdonin marrin dhe emrin. Dhe dega e Dugagjinëve, fjala vjen, është
e vetmja deg që deri më së shumti më kollaj kemi që ta gjejmë që nga fillimet e saj në shekullin e 16 deri në ditët e sotme. Profesor, ju folët për censusin klasik që nis në vitet 1600 dhe zgjat deri në 1832. Këtu shënon vjen edhe pika e kthesës në ruajtjen e dokumentacionit osman, sepse fillon censusi modern, një periudhë që zgjat deri në 1912, pikën që shënon shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Gjatë kësaj periudhe kemi jo vetëm regjistrim popullsie, por nëpërmjet dokumenteve osmane arrim të kuptojmë edhe se si zhvillohet shoqëria, zejet, tregtia, zhvillimi i qyteteve. Pra ka informacione të tjera që nuk lidhen drejt për drejt vetëm me përbërjen e popullsisë. Po, periudha klasike është periudhë që kërkon më shumë punë me dokumentacionin. Aq më shumë nëse është ideja që të gjejmë të dhëna familjare, domethënë të fiseve, ose të familjeve se si janë evoluar. Periudha klasike është edhe si kohë është më e gjatë, po edhe nga mënyra se si ata i regjistronin dokumentacionet me përjashtim të fisnikërisë, të cilët thash që nëpërmjet dokumentave një pjesë tyre mund t'i gjejmë, por fjala vjen nëpër fshatra nuk është edhe aq kollaj, derisa të bëhet përpunimi kuptohet të gjithë materialeve, nëse do të gjejmë materiale me shumicë për një zonë caktuar, për një fshat caktuar, atëherë ne mund të bëjmë lidhjen midis tyre, sepse deri vonë është menduar që osmanët bënin censuset të popullsisë 25 deri në 30 vjet. Mirë po studimet që janë bërë më së shumti kanë vërtetuar që perandorinë osmane, zaten ato ishin regjistrimet të natyrës financiare. Financat nuk majnë dot 30 vjet. Domethënë çfarë është llogaritur para 30 vjet është shumë për financat. Për atë arsye edhe studimet kanë treguar që ata çdo 10 ose 15 vjet bënin regjistrime të popullsisë. I vetmi problem që kemi është që të mund të gjejmë dokumenta që t'i bashkojmë të një zone dhe të bëjmë lidhjen midis personave. Pastaj në vitin 1832 perandoria osmane bën reformën e madhe, domethënë që ne e quajmë evropianizimi i perandorisë osmane, atë turqit se kanë shumë qef. Evropë i thonë evropianizim, i thonë oksidentalizim. I perandorisë, por zaten në atë periudhë që bëjmë fjalë perëndim është Evropa. Zaten ata vetë, megjithëse perandoria osmane ishte me sultan dhe mund të merrte modelin anglez që kishte mbret, interesant është fakti që ata marrin modelin francez, që ndërkohë ata kishin shpallur Republikën, sepse modeli francez ishte model i kontrollit më të mirë nga ana e pushtetit të gjithë zonave, ndërsa anglezët jo se s'kishin kontroll, por ata e kishin kontrollin pak më me decentralizim, e kontrollonin situatën nga larg. Për atë arsye u mor modeli francez. Së dyti filluan humbjet e mëdha të luftës në perandorinë osmane dhe u bë reforma e madhe e Tanzimatit. Nga reforma e madhe e Tanzimatit u vendos që të bëhej regjistrimi i popullsisë, censuset moderne, po këto censuse u bën vetëm për popullsinë për gjinin meshkuj. Këto censuset deri në vitet 1882, do të thënë nga viti 1832 deri 1882, të dhënat e detajuara kena vetëm për meshkujt. Nga 1932 deri 1912 ka disa, ju keni bërë disa periodizime të censusit. Kjo regjistri do më lejoni që të tregoj, kjo është regjistër interesant, është ndër regjistrimet më të vjetra që kemi identifikuar deri më sot në arkivin e Stambollit, është regjistrimi censusi i vitit 1832 i Dugagjinit, i zonës së Mirditës, se vari nga Sanxhaku i Dugagjinit Mirdita, fshati i parë që është regjistruar këtu, është Domgjoni, dhe këtu kemi regjistrimit e personave që janë meshkujt, regjistrohet i pari familjes dhe personat të tjerë që janë në varësi të tij. E reja këtij regjistrimi është në këto censuse personat duhet të deklaronin moshën, nëse në regjistrimet më parashme nuk e kishin për detyrim, tani ishin të detyruar që të deklaronin moshën, përveç sa ishin detyruar që të regjistroheshin edhe veçoritë fiziologjike të tyre, lartësia, fjala vjen, regjistroheshin nëse kishin një zanat. Në regjistrimet e para të 1832-shit u la pak në dorë të personave, po deshe regjistrohen, po mos regjistrohen. Sepse perandoria kishte dokumenta të tjera me cilat ajo bënte regjistrimin e personave.
Por në vitin 1800, në regjistrimin e 1845-ës pastaj, aty u bë me detyrim që të regjistroheshin edhe profesionet e meshkujve, moshat, gjitha këto veçoritë e tjera. Madje u bë me detyrim 1845 në regjistrimin e 845 edhe mbiemrat. Nëse në 832 po donin jepnin mbiemra, po donin s'jepnin mbiemra. Fjala vjen këtu në zonën që ishte të Mirditës, nuk i regjistronin me mbiemra. Njëjta gjë është edhe për regjistrin ky është flet nga regjistri i Elbasanit, censusi i Elbasanit, por ky është i vitit 1838. Tash jemi duke i përpunuar, sepse fondet e popullsisë edhe në arkivin e Stambollit janë ndër fondet e fundit që po hapen. Ka pasur gjithmonë një farë politike që i kanë lënë për më vonë si rrallë që t'i hapnin si fonde. Kjo është e Elbasanit, ky regjistri këtu, edhe këtu nuk kanë mbiemër për detyrim që të diferencë bëjnë vetëm gjirokastritët. Në regjistrin e Gjirokastrës të atyre viteve regjistrohen me mbiemra. Ata janë me mbiemra, domethënë para se shteti t'ja bëjë me detyrim, ata i kanë regjistruar, domethënë popullsinë meshkuj me mbiemra. Pastaj mas regjistrimeve të 1842 fillojnë që të kemi të dhëna më të sakta për sa i përket të popullsisë, po gjithmonë bëhet fjalë për popullsinë që janë meshkuj. Pastaj kemi periudhën 1850-1860 ku në atë periudhë nuk është se kemi regjistrime, por kanë dalë disa ligje, për shembull është ligji që gjithë njerëzit kur lëvizin duhet të kenë një leje kalimi brenda perandorisë osmane dhe në dhënat që kishte në regjistra mes të tjera shënoheshin, për shembull kjo është leje kalimi i Filipit Shkodran. Filipit birit të Gecit, i cili do në shkojnë nga Shkodra në Beograd për tregti. Ky ka dhe dhëna, mosha, gjatësia dhe veçoritë të tjera që janë trupore të personit. Në vitin 1870 perandoria osmane mendon që të bëjë një regjistrim të madh të popullsisë, mirë po për shkak të luftës që filloi me Rusin nuk arritën dot që ta realizonin. Po në këtë vite kemi një regjistrim që është i rëndësishëm për punimin e cilave më pas do na ndihmojë që të hedhim dritë edhe për çështjet e demografisë, që është regjistrimi i madh i pronave perandorinë osmane. Kjo ishte ndër tapit e para që është përdorur në shtetin Osman. Pastaj kalohet te këto tjerat, këto janë më të regjistruar. 1872, 73, 74, 75 perandoria osmane bën 2 regjistrime. Njëherë bën regjistrimin e fshatrave, të gjitha fshatrat regjistrohen, pastaj regjistrohen qytetet. Regjistrimet bëhen me 2 mënyra. Njëherë regjistrohen vetëm banesat, pastaj regjistrohen pronat e tjera. Ajo që na intereson neve nga këto regjistra për çështjet e historisë dhe demografisë janë padyshim regjistrimi që ka të bëjë me banesat, sepse jo gjithë njerëzit mund të kenë prona, megjithëse popullsia në atë kohë një cop të vogël pronë, fshatari, blegtori kishte nevojë për të, por gjithsesi teorikisht një shtëpi e kishin dhe duke filluar nga kjo periudhë vihet sistemi i gjurmimit në perandorinë osmane. Domethënë çdo pronë mas kësaj date, nëse do të ketë një ndryshim të pronësisë ose do të ketë ndarje, do të kalojë diku një regjistër tjetër, ajo do të bëhet me shënime. Kështu që nga 1870 deri në vitin 1945, po themi, në Shqipëri historia e pronave që është gjatë në historinë shqiptare nga 70 deri në 1920 është regjistruar me dokumentat që janë osmane, pastaj nga 20 deri në 45 është periudha që është me dokumenta shqiptare. Shqipëria mesme kanë qenë më patriota përsa i përket regjistrimit të pronave, sepse në 15-16 i kanë bërë Shqip. 1900 tapit, regjistrat e tapive të vitit 1915-1916. Kurse jugu, fjalave në Vlora, Berati, gjitha këto, deri në 1920 pronat i kanë të shkruara me gjuhën osmane. Biles, ai që ka punuar në, më sa duket, nuk e di si person, po e kuptojmë nga regjistra që ka pas aty, ai që ka punuar në Berat, tek zyra e pronave, edhe dokumentat mas vitit 1920, domethënë vitin 1930 ose 40, kur i bën shënimet e lëvizjes së pronave, edhe ato i shkruan osmanisht.
Ke qenë dumbabist. Po ai ka thënë, besoj unë s'peja prishja të lezetin dhe stilit, si ka vazhduar ashtu edhe të vazhdojnë, plus atë do kanë qenë, Berati ka qenë edhe ndër qytete që ka pasur lice. Do të thënë Perandorinë Osmane, Berati, Korça, do të thënë kanë pasur lice që kanë pasur arsimim edhe edukim më të lartë. Këto regjistrat e pronave neve na interesojnë vetëm për këtë aspekt, kur flasim për demografi, jo për çështje pronësie, po për çështje demografike. Pse? Sepse nëpërmjet regjistrimit 870-s, pastaj kuptojmë se çka ka ndodhur me familjen, sepse në moment stërgjyshi ose gjyshi ka vdekur, atëherë në një dokument tjetër ne kuptojmë se si është ndar familja që kanë përfituar. Profesor Nure, nga këto dokumente, mund të arrijm tek një shifër e përafërt e popullsisë territoreve shqiptare deri në 1912, domethënë deri momenti që shpahet pavarësia? Për momentin jemi përafërsisht. Biles deri vonë, fjala vjen një ndër historianët më të mirë që ka qenë për çështjet e demografisë, Kemal Karpat. Se këta historianët e Turqisë kanë bë hajër këta që kanë ardhur nga Amerika, edhe Halil İnalcıku edhe këta. Kur vinte ushtria turke, turqet, qa ishin kur bënin grushtin e shtetit, këta që ishin të majt i largonin nga universiteti, po largonin edhe ata që nuk bashkëpunonin me ushtri, nuk jepnin informacione, ishin më pari morë, thoshin, qa na duhet neve të merremi me ju. Për shumë Halil İnalcıku, që është historian i famshëm, Ilber Ortay, që ka vdekur para një muaj, gjithë thanë nga që s'pranuan të bashkëpunonin me ushtrin, i largonin. Mirë për ta, kjo u kthy në të mirë, sepse shkuan që gjithë në Amerikë. A ku shkuan në Amerikë, punuan në për universitetet amerikane 10 vjet, 15 vjet, pastaj u bën më të famshëm, kur u kthyn të Turqi ishin edhe më me famë. Tani, njëri prej tyre ka qenë dhe Kemal Karpat. Shumë Kemal Karpati, pa i ka përgatitur një kohë që dokumentat nuk ka qenë aq kollaj të punohen në arkivat Stambollit. Për momentin ka të dhëna që janë të përgjithshme. Domethënë sepse në mënyrë të detajuar vetëm mas 1832-shit kemi informacione. Në periudhën klasike Osmanët i regjistronin kështu si kryetar familje dhe intereson dhe vetëm ata të cilët kishin bënin pagesën financiare. Antarët e tjerë të familjes nuk se interesonin, domethënë. Shumë, prandaj deri më sot studimet gjitha që bën për periudhën klasike janë domethënë të përafërta për momentin. Pastaj mas viteve 1832 të dhënat ka pasur që janë botuar, për një periudhë të gjatë ato janë diskutuar, a janë vërteta, si janë vërteta, për shembull në mënyrë të veçantë, Perandoria Osmane deshi që të bënte një regjistrim të detajuar të popullsisë mas problemeve që kishte me luftën turko-ruse, mas Shën Stefanit edhe Kongresit të Berlinit, sepse një ndër pikat që u përdor më shumë kundër Perandorisë Osmane ishin pikërisht të dhënat për popullsinë. Ata i thonin ti si ke dhënat e sakta, jo edhe deri vonë është menduar domethënë që dhënat në Perandorinë Osmane kanë qenë të rrumbullakosura si shifra. Por në vitet në vijim tani që janë hapur dhe fondet që kanë të bëjnë me regjistrat e popullsisë, normalisht ne do të kemi mundësinë që t'i afrohemi shifrave më eksakte për sa i përket popullsisë. Për shembull, ky regjistri këtu është regjistri i periudhës 1882, kur kanë filluar të bëhen regjistrimet e popullsisë edhe për, se folën vetëm për meshkujt, tash edhe për femrat, për zonjat, zonjushat, ka filluar që të regjistrohen tashmë edhe në Perandorinë Osmane. Kjo për shembull është pjesë e regjistrit të fshatit Martanesh, ku janë të regjistruar antarët e familjes bashkë edhe me femrat që janë aty brenda familjes. Kush dëshiron mund t'i bëj profesorit pyetje? Faleminderit shumë profesor për gjithë referencën këtu. Kam një pyetje për ju që është paksa e përgjithshme, por që është një pjesë e një debatit zakonshëm që bëhet në qarqet shqiptare. Beri e ceku pak me thonë drejtën. Islamizimi ynë, sipas mendimit tuaj si akademik, a keni hasur në dokumenta apo dhëna që ka pas një islamizim të sforcuar, pra të imponuar të popullsisë tonë, apo ka qenë thellësisht i bazuar në prakticitet, pra njerëzit
u përshtatën si aty për shkak të taksës, gjizës edhe arsyeve të tjera të kohës. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Tani këto janë pak çështje perandoria osmane, kur shkon në gjyq, që të pyet gjykatësi e para punës është që të pyet a ke konflikt interesi. Edhe tanë që kanë jetuar në perandorinë osmane në farë mënyre, çdo palë ka konflikt interesi, sepse në fund fare bëhet fjalë për gjyshës, të gjyshët parë tuaj, domethënë edhe nga një aspekt është një ndër tema që vazhdon akoma që të diskutohet, nuk është i prerë si çështje për vetë faktin që dokumentacionet janë ende duke u përpunuar. Ka pasur një periudhë që në perandoria osmane gjithçka është treguar aq e errët, domethënë është bërë aq shumë zi, ka qenë një periudhë që edhe turqit domethënë e kanë shpjeguar në atë mënyrë, pa ta shpjegonin për brenda Turqisë. Domethënë edhe turqit fjala vjen ky krau laik, të cilët nuk është se i kanë marrëdhëniet e mira me të shkuar në perandorisë osmane, kur e kritikonin, se s'po themi kur e shanin, kur e kritikonin brenda për brenda Turqisë. Kur dinin jashtë Turqisë nuk pranonin që t'ja shanin të tjerët, ta kritikonin të tjerët. Është çështje që ajo normalisht, sikur se thash, është nga që është nxirr gjithçka në perandorinë osmane, çdo gjë tjetër që gjehet, që tregon hell pak më dritë, domethënë nga shumë ngjyrë e zezë që është edhe për historinë e perandorisë osmane në përgjithësi, në veçantë në këtë çështje, pastaj çdo pikë të bardhë ku fillon e hedh, fillon e zbardhet pak nga pak, edhe mendohet që kjo si tem pastaj mund të ketë qasje të ndryshme. Por dihet që ajo perandoria osmane nga statistikat që ne kemi, e përmenda edhe gjatë diskutimit, në shekullin e 15-16 zaten njerëzit ishin në pozicion që shikonin nga do shkoj situata. Mas shekullit, do të thënë 17, jo, du me thënë kjo, 1600 zaten, 1600 njerëzit kupton këtë gjë, që një pjesë e tyre që zaten këtu do vendoset perandoria osmane. Yani do bësh opozit me perandorinë osmane, po kur vetë perëndimi, fuqitë e perëndimit nuk është se të mbështesin ushtarakisht, ekonomikisht kundër tyre, atëherë pse a vlen që të jesh kundër tyre. Për këtë arsye, historia është shumë e përgjithshme. Ka pas njerëz që janë konvertuar me dëshirë. Ka pasur elemente psikologjike, sociale, të cilat ndikojnë jo vetëm atëherë, por ndikojnë edhe sot. Ajo është mëse normale të njerëzit. Shumë është interesant dhe janë evropianët që kapeshin, mas ishin muslimanizuar dhe për i kapte flota veneciane, dhe atyre u bëjë gjyqi veçantë. Kishte edhe arabë që kapeshin. Ndodhë dhe që arabët dhe turqit për shpëtuar jetën, vendosnin që të bëheshin të krishterë, kurse këta evropianët që kishin qenë krishterë, por që kishin vendosur një moment jetës së tyre për të ndryshuar besimin, pranonin që të ekzekutoheshin. Dhe këto janë të ruajtura në arkivat që janë të gjyqeve të inkvizicionit në Itali. Kështu që përgjithësimi i kësaj çështje lën vend për diskutime, plus si është një figure famshme, Michel de Soto, ka qenë prift, ai po ka qenë ndër historianët më të mëdhenj viteve 1970. Ai thoshte që historia, domethënë të jesh objektiv në histori, fillon nga fakti që ta pranosh që të gjithë njerëzit në një mas janë subjektiv. Nuk mund ta fillojnë, por e vërteta gjehet pikërisht nga rraja e mendimeve të ndryshme, nga debati i opsioneve, versioneve të ndryshme të historisë. Kështu që mund të themi që edhe ka pasur dhe s'ka pasur, sepse gjithkush ka pasur atë përvojën e vet. Profesor, një pyetje. Këto gjithë studime që keni bërë juve, ju kanë dhënë një kënd vështrim ose kanë hedhur ndo pak dritë mbi lëvizjet e popullsisë shqiptare, si gjithmonë flasim nga veriu në jug. Keni qenë në gjendje që të ndiqni për shembull familje ose grupe, lëvizje të mëdha demografike
Kjo, edhe kam dhe një tjetër, 2. Ta i harrojon. Ja përgjigje kësaj, Okej, mirë. kam fillu të flakën. Faleminderit për pyetjen. Në perandorin osmane, çdo person lejoj që të ndryshonte vend banimin ku ishte regjistruar dhe kishte një ligj që deri në 20 vjet, në qoftë se nuk ju kthenin pas te fshati ku kishit qenë ose te qyteti ku kishit qenë, atëherë ju kishit drejt që të merrnit emrin e vendit të ri. Një ndër veçoritë që kam vënë re nga hulumtimet deri tani është që ka pasur emigracion shumë të lartë brenda vetë perandorisë osmane. Kështu që në fund fare kur përpunohen këto dokumentat duhet një pjesë të përgatiten edhe shpirtërisht të pranojnë që ndoshta nuk janë, domethënë, në ato vende ku mendojnë që kanë qenë për një kohë të gjatë, sepse ashtu sikurse sot që njerëzit janë gjithmonë në kërkim të kushteve më të mira të vendeve, me opsione më të mira për jetën e tyre dhe në kohën e perandorisë osmane dhe gjitha perandorive, jo vetëm perandorisë osmane, njerëzit kanë lëvizur nga një vend në një vend tjetër për gjetur kushte më të mira për jetën e tyre. Kanë ardhur nga lartësi që kanë qenë më të larta, më të thella të Ballkanit. Kanë ardhur një lartësi tjetër, ju është dukur më mirë, pastaj kanë parë që është më mirë edhe më poshtë edhe kushtet e jetesës normalisht që kanë ndikuar, sepse nuk është kollaj tani me zhvillimin e teknologjisë është bukur që të jetosh, domethënë zonat që janë të larta, edhe është infrastruktura, është teknologjia, por në ato kohë nuk ka qenë kollaj. Prej 1832-shit, një ndër kushte që u vendos në zyrat e regjistrimit të gjendjes civile ishte edhe regjistrimi personave. Domethënë prej 1832-shit dhe më pas, te këto regjistra që u tregova dhe të tjerët, ishte me detyrim që të shënohen nëse personi ka shkuar diku tjetër apo ka ardhur nga diku tjetër dhe është vendosur. Ndërsa për periudhën para 1832-shit ajo pastaj është në varësi të punës me dokumentacionet. Ideja është nëse për një fshat, për një qytet, për një zonë, për një lagje të i qytetit do gjejmë aq shumë të dhëna, të shtrira në kohë, ne e kemi më të lehtë për të nxjerrë përfundimin se çfarë ka ndodhur me popullsinë dhe me lëvizjet e popullsisë brenda asaj zone. Në gjithë të vite pune hulumtuese, çfarë do thotë, keni pas një moment që ja vlen të thosh kjo ka qenë aha momenti që kemi discover, kemi zbuluar një gjë që se dini më që vetëm ne e gjetëm. Tash puna në arkiv është si puna është e filmi Odiseu që do ndalin nga ishulli. Odiseu mos gabon është një pjesë e filmit që e lidhin ata i mbyllin syt e lidhin kështu se s'kishte rrugë tjetër se si dilte, sepse përndryshe do qëndonte. Puna në arkiv ose problemi më i madh i studiuesve, edhe i këshilloj gjithmonë ata që janë hulumtuesri, është që të përqendrohen në atë që kanë filluar studimin, sepse problemi më i madh është kur hyn në një arkiv që është i pa përpunuar dhe është në vazhdim përpunimi, është që në çdo moment ju gjeni diçka tre. Shumë ju hyni me një ide të caktuar, thoni që unë do shoh për këtë regjistër, po gjet ky regjistër ka marrë fund kjo punë, u zbardh më në fund historia, por gjatë punës që bëni me dokumentacionin shikoni shumë gjëra të reja, të cilat pastaj krijojnë këtë problemi që e lën atë që ke filluar, merresh me këtë tjetër, ndërkohë që merresh me këtë tjetër që një dokument tjetër që është edhe më interesant. Për shembull, por puna me arkivin na ka krijuar idenë tashmë për ta ditur se ku duhet të studiojmë. Si ai që është puna e Nastradinit, që kishte humbur Chelsea-n, edhe po kërkon dhe thënë çaj të kërko këtu Chelsea, po ku e ke humbur në dhomën tjetër? Po pse se kërkon atje, po këtu ka dritë, atje s'ka dritë. Puna me arkivin të paktën të tregon se ku duhet që të përqendrohet studimi edhe në qoftë se kemi mundësi që gjejmë dokumenta. Fjala vjen. Tash për ne ajo që është më e rëndësishmja është periudha e heroit kombëtar. Skënderbeut. Nëse gjejmë dhëna për të, besoj është një ndër kryem edhe një ndër detyrimet e punës kërkimore për historinë e Shqipërisë. Dhe tashmë tani që është hapur debati në Shqipëri për datëlindjen, sepse thonë është miti krijuar nga Noli e nga ndonjë autor tjetër. Sakt.
Unë mendoj që dhënat për atë periudhë të jetës Skënderbeut, fjala vjen për datëlinjen e tij, mund t'i gjejmë vetëm në këto regjistrat që kanë majtur kishat slave, vetëm aty mund të gjehet, sepse ata kanë pasur një traditë që i regjistronin. Për shembull, datën eksakte të vdekjes babait të Skënderbeut, heroit ton kombëtar, Gjon Kastriotit, aty e kemi të regjistruar. Domethënë një prift e kanë pasur një traditë ata në kishën ortodokse, qoftë bizantine, sepse kisha ortodokse në hapësirën ballkanike para se të vinë Osmanët kanë një luftë midis traditës greke edhe traditës slave midis tyre, edhe secili mundohet që të ketë sa më shumë hapësirë. Ata kanë pasur një traditë që i regjistronin datat e rëndësishme në për librat e tyre kishtar, bënin një shënim anash aty, edhe ka shumë mundësi që nëse do gjehen regjistrat të asaj periudhe, të asaj kohe, mund të gjehen edhe të dhëna që janë më eksakte për sa i përket jetës, momenteve të jetës së heroit ton kombëtar Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Nga aspekti i dokumentacioneve osmane, janë këto regjistra tahrir, domethënë regjistra që janë realizuar nga administrata osmane në periudhën, sepse ata çdo 10 vjet bënin një regjistrim, 431-shi, 40-ën, 440-ën kanë bërë regjistrim, 450-ën kanë bërë regjistrim, 460-ën kanë bërë regjistrim. Nëse ne i gjejmë këto që janë versionet e regjistrave të përmbledhur, sepse aty janë të regjistruar dhe informacionet e ushtrisë. Atëherë do kemi mundësi që të zbardhim më shumë momente të rëndësishme për të krijuar historisë. Jemi sa më afër historisë Skënderbeut. Profesor Nuria, ju falenderoj shumë për të gjithë bisedën, shumë të këndshme dhe shumë interesante. Natyrisht kush dëshiron mund të thellohet poshtë, besoj që i gjeni dhe librat e profesorit. Ka pyetje tjetër? Përgëzime për këtë iniciativë, është vërtet shumë e rëndësishme për historinë e popullit tonë, po unë kisha një pyetje në lidhje me, siç e thatë dhe ju vetë, për shekujt 15 dhe 16, nuk e keni të saktë numrin, dhe ato filluan të regjistroheshin në shekullin 18. Tani, pyetja ime është, megjithëse nuk keni informacion të saktë, lëvizja e njerëzve në këto periudha 15 dhe 16 ishte brenda vendit apo shumë njerëz u larguan dhe nga vendi? Nëse keni ndonjë informacion. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Tani ne krijojmë idetë nga dokumentacionet që kemi në përdorimin ton. Domethënë, sa më shumë regjistra që të kemi, aq më shumë kemi mundësi që të zbardhim informacionet. Domethënë, dokumentat i përngjajnë një mozaiku, sa më shumë gur të arrini që të zbardhni nga i mozaik, aq më shumë do e keni idenë të qartë se çfarë fshihet ose ka bërë autori mas asaj. Fjala vjen tek regjistri i vitit 1455, që është i jugut të Shqipërisë. Ajo dallohet sepse osmanët, sikurse thash më përpara, regjistrimet i bënin çdo 15 vjet dhe brenda atyre 15 vjetëve kush kishte ardhur në ato vende nga diku tjetër, ata i regjistronin. Duke përdorur këto dhëna, ne krijojmë idenë që në perandorinë osmane ka pasur një praktikë, e cila ka qenë regjistrimi i lëvizjes së popullsisë. Po për shkak të numrit të vogël të regjistrave për atë periudhë që kemi në dispozicion, nuk arrim dot që t'i afrohemi për momentin drejt shifrës së saktë. Sa më shumë që të kemi mundësi që të hapim regjistrat, të përpunojmë regjistrat edhe të studiojmë ato, aq më shumë do kemi mundësinë edhe që të hedhim dritë për sa i përket lëvizjes së popullsisë. Atëherë ju falenderoj edhe një herë, falenderoj shumë profesor Ermal Nuren, jemi me fat që e kemi sepse do shumë punë, do shumë kohë, do shumë studim për të mbarojmë ka aktivitet tjetër dhe është koha e limituar. Kush dëshiron të thellohet tek librat e profesorit, besoj që mund t'i gjejë tek stenda poshtë. Faleminderit edhe një herë që ishit të pranishëm. Faleminderit për praninë tuaj.